Kemi pas 2 sinjalizime që kanë qenë ndaj një kandidati të një partije, një ditë para zgjedhjeve, po edhe ditën e zgjedhjeve ne kemi pranuar dhe telefonata pri partive politike të na pyet nëse kanë të drejta bojnë këtë ose atë. Me bo thirrje për me dalë me votu. Në muajin janar keni bë apel që partitë politike me i rujtë dhënat personale të qytetarëve dhe mos me shkel ligjin për privatësi. A ka ankesa dhe keni konstatu në shkelje për partive politike? Ne përveç që kemi bërë thirrje, ne kemi mbajtur takime të ndara me partitë politike para fushatës. Edhe jam shumë e lumtur që kemi arritur të kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me gjitha partitë politike në vend, domethënë edhe vetëm ato që janë të regjistruara në KQZ, por edhe këto parti që janë të prezantuara në kuvend. Dhe nuk ka pas shkelje të mëdha, mund të them që kemi pas 2 sinjalizime që kanë qenë ndaj një kandidati të një partije. Dhe në momentin që i kemi kontaktu vetëm me telefon, se kandidati në fjalë është duke dërguar SMS pa pëlqimin e qytetarëve, është ndaluar ajo praktik, ndërsa në fund të, domethënë ditën e zgjedhjeve ka ndodhur disa, ne kemi marrë 3 ankesa, por gjatë inspektimit edhe takimeve që i kemi pas, domethënë edhe pala vetë që ka marrë SMS-in është pajtu që ato veç kanë qenë në kontakt listën e vetë kandidatit që dikur kanë pas një muhabet mes vete, domethënë s'ka qenë kështu veç një numër i marrën dikun ose një numër i paguar siç ndodh edhe zakonisht. Edhe mund të them që kemi një situatë jashtëzakonisht mirë nëse krahasoj me vitet e kaluara këtë dërgimin e SMS-me, sepse edhe gjatë fushatës, po edhe një ditë para zgjedhjeve, po edhe ditën e zgjedhjeve ne kemi pranuar dhe telefonata pri partive politike të na pyet nëse kanë të drejta bojnë këtë ose atë. Edhe kjo ka qenë edhe thjesht për me qëllim e vura në pa një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë. Pra, ai mesazh ka qenë për me ndalu partitë politike me dërgu mesazhe në telefona? Me dërgu mesazhe në numrat të qytetarëve. Me bo thirrje